projektit të radhës rrugor në kuadër të marrëveshjeve ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Shqipërisë në zonën kufitare. Pas përfundimit të rrugës Kërstec-Pakisht-Zapod me vlerë prej 2.6 milion euro, sot inaugurojmë edhe rrugën Gorozhuk-Pogaj me një investim prej afër 1 milion euro e me gjatësi prej 3.7 km. Kjo rrugë i lidh dy komunitete që historikisht kanë qenë një. Fshatrat Gorozhuk dhe Pogaj, të cilët i bashkojnë familja, tradita dhe jeta e përditshme. Lidhja jonë me Shqipërinë nuk është vetëm historike e shpirtërore, ajo duhet të jetë edhe fizike dhe në këtë drejtim ne po ecim bashkë me hapa konkrete. Të dashur qytetarë e banorë të këtyre zonave, urime dhe egzofshi rrugën. 2058, me 29 shtator të vitit 2023 kemi nënshkruar protokollin e zbatimit të këtyre marrëveshjeve për 3 rrugë. Rruga Kërstec-Pakisht-Zapod e një rëndësie të veçantë, sepse ai komunitet që jeton atje ka qenë izoluar prej botës prej vitit 1948. Kjo rrugë të cilën po e përurojmë sot këtu që i kanë da banorët padrejtësisht prej shumë kohësh dhe rrugën Dobrun Blinisht të cilën ka qenë pjesë e kësaj marrëveshje. Në këtë ditë solemne ne nuk inaugurojmë thjesht një rrugë, ne hapim një kapitull të ri në dobit kombit tonë. Rruga Gorozhuk-Pogaj është më shumë se sa asfalt apo gur. Është një urë që lidh 2 fshatra, 2 treva, 2 anë të një kombi. Është një urë që nuk ka kufi për gjakun, për traditën, për kulturën që na bashkon. Dhe ky investim është një testament i lidhjes sonë historike dhe shpirtërore, një lidhje që ka mbijetuar në shekuj. Dhe në emër të banorëve të Hasit, Zotër Kryeministër, duhet t'ju falenderoj përzemërsisht për punën që keni bërë, sepse sot Hasi ka plotësuar ëndrrën e tij disa vjeçare, bashkimin e trojeve hasiane. Në këtë kuadër dua që bashkërisht siç jemi të kontribuojmë që të bashkojmë çdo arterje që bashkohet Hasi me Hasin dhe Kosova me Shqipërinë. Sepse vetëm këtë mënyrë ne heqim barrierat që na u kanë vënë padrejtësisht vite më përpara.